Në fshatin Milinc të Kërqovës, por edhe më gjerë, Kole Ilioski njihet për përkushtimin e tij ndaj bletëve dhe cilësinë e jashtëzakonshme të mjaltës. Sot ai është 73 vjeç dhe ka mbi 30 vite që merret me bletari, një rrugtim që nisi në rrethana të pazakonta. Ishte diagnostifikuar me kancer në fyt, pikërisht tek telat e zërit, dhe pas operacionit mjeku i rekomandoi të përdorte mjalt për shërim. Jo vetëm që e dëgjoi këshillën, por shkoi edhe më larg. Vendosi të fillojë të mbaj blet. Kështu lindi një dashuri e re që u kthye në mënyrë jetese. Që zanimava 30 godini, ideata që dojde për 30 godini se operisat od karcinom të grlo, të glasni žici. Ki profesorot të shanami, ki reče, slagaj unë dolu, kupuvaj met, tako sakoš, da se popravit, ma shti, ti të počnete qeli të čuvate. Ki već on maja, istata godina kupit nekoliko rojoj, ki čuvat sjelovo milici. Në kulmin e angazhimit të tij, Kole arriti në 170 koshere dhe prodhonte rreth 3 ton mjalt në vit. Sot, për shkak të ndryshimeve klimatike dhe sfidave të tjera, numri i koshereve është ulur, prodhon rreth 110-114 kg mjalt në vit, të cilin e shet të gjithë përmes klientëve besnik. Klimatske promjene naglo počna pčelite izumirati, ti naglo se nama. Pa negde, kako nekoj pireće, pojđu to što kaže, pelaš. Prosek je 10 do 14 kg. Zavisi od godina, utičita nema. A i ko prodavaš cel? Ko prodava. Ima stalni kupci, što mora da ja to učuva cela godina. Ne znam u koji period. Për gjatë viteve, ai ka studiuar dhe kuptuar thellësisht natyrën e bletëve. Ajo që e shqetëson kohëve të fundit është ndikimi i luftës në Ukrainë, për të cilën thotë se ka ndikuar negativisht në cilësinë e polenit. Klimatskite promjene, 2 meseci, temaše 40 stepeni više temperaturata, temaše prihod da donesoa polen, ki ne razvija pčela, se smija što malo pčeli, ki umre. Treto, влияет войната, što je Ukrajina. Влияе войната? Пчелите него консумираат. И го чувствувате одобре? Отровен je. Ki sa to naglо изумираат пчелите. Ki kuva trebata, kjemishite, cuktot, sve je to prašina. Edhe pse i operuar dhe pas zë të plot, Kole vazhdon të kujdeset për bletët me shumë dashuri. Sot pasionin e tij e ndan me 2 vajzat të cilat u ka dhuruar nga 40 koshere secilës. Së bashkull, ata ofrojnë mjalt cilësor për komunitetin. Për të mbajtur blet, duhet mbi të gjitha dashuri, sinqeritet dhe përkushtim, thot ai, me krenari, duke u sugjeruar të gjithëve të merren me bletari.